Largimi e migrantëve nga Shqipëria drejt Greqisë pas përfundimit të festave të fundvitit është shoqëruar me fluks të shtuar në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes. Aktualisht nga dogana shqiptare është punuar me numrin e plotë të sporteleve, ndërsa nga ajo Helene vetëm me 2 të tillë, çka ka bërë që radha të shkojë deri në 2 kilometra pranë kësaj pike kufitare, e cila është edhe më e madhja toksore në jug të vendit. Sipas të dhënave zyrtare nga autoritetet doganore, vetëm këtë të hënë 8.000 shtetas shqiptarë me banim rezident në Greqi janë larguar në drejtim të shtetit fqinj. Në total, vetëm gjatë periudhës së festave, lëvizjet e emigrantëve shqiptarë arritën deri në 160.000 persona, duke krijuar radhë të gjata në kufi. Sa po prisni për të kaluar kufirin? 3 orë. Çfarë ju kanë thënë? Ç'do im gjoja. Ec në la. Sa keni që po prisni? 2 orë gjys. Cila është arsye ju kanë thënë? Ja, ka shumë. Qa do thënë, asgjë. Gjën ora 1:30 që pres. Kemi rreth 2 orë gjys. Kemi rreth 2 orë. Arsyeja është fluksi emigrantëve që kthehen në vendet e tyre të punës. Jo, kësë radhe është shumë, edhe kur erdhëm poshtë ishim 4 orë gjys. Shumë keq. Kemi një 2 orë. Keq, më keq me s'ka. Autoritetet kufitare njoftojnë se monitorimi i lëvizjes së këtyre automjeteve vijon për të garantuar procedurat e sigurisë në pikat e kalimit të kufirit.